nuk e hyn kurrë, s'bëhet fjalë fare më Për shembull, të japë një shembull nga real estate. Njerëzit kanë tendencën të gjykojnë se s'duhet përmend emra firmat e mira apo konceptuale që bëjnë gjëra. Po për shembull është bërë University brapa QTU-s. Ajo s'është pallat mulla, ai është koncept. Është koncept, është një qytet. Unë e them i së shkuarës, sa shpejt kemi pas në qytetin, me obor, me lulishte, me kombinati. Po edhe lagjet e Tiranës sa shumë kanë qenë me fusha sporti, e ke parasysh vogla. Është fiks shpreha numër. për kombinatin, ajo është njësoj që atje. Për kombinatin thuhet ishte qyteti i parë në botë që u bën një ato pallate, pastaj sollën njerëz. Se i morën nga Tepelena, i mbushin kamionët dhe i sollën atje. Kështu po bëhet atje tani. Aty ai është koncept, është gjuna të prevalosh fitimin e kësaj firme, normal që firma do fitojnë, mëse fund ditës, ose do mbasim në biznes, shënë si ka. Edhe mu mos fitojnë në gjitha gjërat që bënë. Po edhe Green Coast, për shembull që e shoh, apo ca projekte të bukura, janë koncepte më dha. Edhe ajo që ka Reidi ka koncept, nuk ka një fush kalçeto që e ka bërë me stagje Zëmer 20.000 lekë atyre që janë vërdall me lut futboll. Sa shu ka sa dush. Ne gjejmë rastin tani duke marrë shkas dhe nga një episod tjetër që kemi patur për ndoshta mundësitë e bashkëpunimit midis fushave me sportistin. Është një aplikacion i cili merret me rezervimet e ishte një gocë që na erdhi neve ftuar, ishte shumë interesante, ajo bënte edhe real estate agent, po kishte edhe një aplikacion sportistit dhe ajo mundohej që në këtë aplikacion të aplikacione, po këte kemi për padelin neve, për padelin që Playtomic që është. Po, dhe ajo bënte për shembull bënte mes gjithë njerëzve që duan të luajnë, duan të rezervim. Ajo është shumë interesante se ne për shembull kjo e padelit të ka të mirë, për shembull që kjo Playtomic ti futesh atje sepse aty janë 4 lojtarë. Për shembull regjistrohen 2. Unë përmenda këtë emrin e kësaj, po janë dhe 1-2 tjerë. Ka problem, përmenda emra sa të kemi problem. Atë kemi, po ideja është e aplikacionit, po të një aplikacion i saktuar. Dhe aty futen 2 lojtarë, shohin ata janë të regjistruar te kjo platforma, po themi, futin emrin e 2 tjerë sipas kategorive që janë. Dhe janë kategori A, B, C, po themi. Ja kupton? Mbase dhe futboll ka ardhur koha e kësaj, po futbolli është pak më... Se s'mund të lush me të panjohur. Nuk mund të lush me të panjohur. Se padeli e ka drejt që mori rrjet aty që... Edhe pse mund të çosh në një atë raketë. Po me panjohur vallaj është që... Por se kjo ishte thjesht për të dhënë një informacion që shkëlqimet të tilla duhen promovuar njerëzit si mundohen që të bëjnë. Gocë shumë ishte shumë... Vështirësia e futbollit është janë çik më tepër, se janë duan minimalisht 12 vetë. Po e di për çfarë merr të keq atë për që thotë pak këto marrëdhëniet me shtetet këto. Goca kishte bërë një aplikacion, mund të shpenzu deri tani rreth 30.000 euro si startup. Dhe me drejtë që shku bashkitë, sporte, tek ministria, tek këto i farë mbështetje më minimale, ore me evente, jo me para, po me evente, e kishim përcjell në mënyrë kështu sistematike, gjinat. Ndërkohë që unë i thash, si Gerti Shima, si Muzaka, si këtë çuni Endri zëvendës ministri, për mua janë çuna shumë të mirë. Janë të arsimum, të mirë, e njohin këtë gjë, por pushteti nuk ofron gjithmonë i thash ambicie, do të jesh ti që të shkosh nga mbrapa, sepse është lloji i punës që është nuk të vën gjuma në punë. Që të tre janë çuna të mirë, domethënë